Emanuel Mehmeti do t'jeti ftuari i radhës këtu, ku do të zbuloj shumë sa i përket projekteve të tij për të ardhmen. Për ju që akoma nuk keni pas fatin me u njoftë me jetën e tij private dhe profesionale, Emanueli është një make-up artist shumë i suksesshëm këtu në Gjako, po dhe ka një profesion tjetër, më saktë pasion, bëhet fjalë për muzikën. I ri në mosh, por me disa pasione, e filloi me studime në fushën e mjekësisë për të vazhduar si laborant të biokimisë e pastaj në fakultet për inspektor sanitar. E donte prej ri make-up, por dhe muzikën e pati në qejf. Najse, se përmendëm shumë profesione në këtë fjali, por këto dhe shumë epitete me të drejtim meriton Emanueli. I ftuar në Zoom ai tregon më tepër detaje rreth angazhimeve të tij. Gjithmonë jam marrë me pjesën e artit, si fëmijë, si kështu jam marrë me vizatim, pak me këndim. Jam kon të eksperimentua alon atë kuën e eksperimenteve, derisa nga rrjedhoja e një familje ku motrën mjekë, motrën tjetër farmaciste, e kupton, këtu rrjedh në atë rrugën për shembull që është, kom thonë, okej, edhe mjekësia është kon diçka që realisht e kom dash shumë edhe e kom kry. Unë kom studiu masanena për 3 vite për laborant biokimisë, shkollën e mesme profesionale, edhe masanena e kom marrë drejtimin fakultet për inspektor sanitar, do me thonë profesionist i shëndetësisë, në departament shëndetit publik. Gjatë që nuk e besoj që kom e punun të ardhmen, po gjatë fakultetit fillova mu kyç, faktikisht ka pas kohë që jam marrë me make-up, është diçka që e kom perfekcionu, e kom rregullu vetë, nuk është diçka që e kom kry në kurs ose diçka kështu ma gjerësisht. Po ndalemi aktualisht tek profesione që ushtron dhe është grime. A ka pasur Mehmeti paragjykimin për këtë fushë që zgjodhi dhe si është munduar t'i bindë të tjerët që dhe meshkuj din të bëjnë një make-up të shkëlqyer. Të rrjedh pak prej një vendit vogël, prej një vendit pak paragjykues, pse më marrë ky, pse më si, gjo që mus ma ka një absolutisht. Por që, kur njeri ka ëndra qëllime, mas çdo vështirësie, besëm se në fillimet e tonë gjykojnë, po kur e shohin që po arrit, jemi është, apo krenohen të tonë masanena. Këmë thonë, pa marrë parasysh qa ndodh, tek ndodh, qa bëhet, nuk jo mundu heq, unë e kom vazhdu punën temë, jo mundu me mri sukses, jo mundu me bo punë të mirë, jo mundu që çdo gjë me bon perfekcion, si jam pak edhe tip i prirën për sene piki kështu, mi pas në vend vetin, por realisht nuk jo mundu. Nuk është që i kom pas fort kështu afër zemrës. Këtë artisti karakterizon stili thjesht dhe natyral, me pak fjalë, grimi lehtë që të nxjerrë në pa vijat e bukura të fytyrës. Deri këtu e sollëm muhabetin, e në fillim ju treguam që Emanueli deshti dhe muzikën. Ai ishte pjesëmarrës në edicionin e fundit të Këngës Magjike. Realisht e erdhi dita që thash du me e bo, nështë atëherë nuk kom pas mundësi, po që du me realizu si gjon jetën teme. Edhe e bona, Algerti është kon, i nisi, jena kon të nejtë të bo laf në kafe kështu edhe pse s'po merë pjesë. Aty thash okej, thash, pse jo t'ina punës, mas shumë tentativa për me kriju diçka, gjatë që e kom lodhë dhe Kejdin me një 5-6 kongë derisa kena rënë gjata që duhet, po që dul nice, është një kongë që realisht e ndjej shumë, është kongë shumë e bukur, është kongë stil ma shumë amerikan. Por, a do të vazhdoj ai të merret me prodhimin e këngëve të reja? Po patjetër. Për sa kohë kam mundësi, e unë këto po e bëj për qef.
Edhe pse jo, po mendoj që brenda një viti e gjys, nështë ta me arë me një IP, me një 4-5 këngë, për qefin ta. A i konsideron se muzika live është një prej pikave më të forta të këngëtarit, por kush për të është një prej zërave më të mirë në shqiptari? Po e cek i një që gjithmonë e kom cek, ndër zonat më të bukur e ma që mu i me thonë shqiptar, kosovar, e rrethërodhë është i Nis Neziri, që me të vërtet është një vokal i frikshëm i bukur, edhe kënan. I duhet vish një mikrofon ati personi edhe ajo të kënan, ajo e jep maksimumin edhe. Pas një bashkëpunim me si. Me muzik nuk e besoj, po i kena do bashkëpunime me drejtimin tjetër temin me i nisin. Emanueli prek disa detaje edhe nga jeta private, duke thënë që nëse do të menaxhosh kohën edhe ja del. Por si qëndron ai në raport me privatësinë? Emanueli nuk është për momentin lidhje. E kam pas një lidhje shumë gjatë, po që kam mbaru. Për momentin nuk jam, për momentin jam të fokusu shumë në do gjana pak ma të rëndësishme për mendimin tem, jam hala i ri. Edhe kako. I vjen dita kur bën bam. To për mendimin tem janë lidhjet e shpejta, lidhjet që ti lidhesh, i bën gjënat mediatike, lidhesh me një person pa njoft. Për mendimin tem ti duhesh minimum një 2 vjeç të mirë me pas me një person që ti mja kuptu botën edhe me dita është që këj personi duhen që ti duhesh me vazhdu për para. Gjithmonë për mendimin tem. Për fund, a i ka uruar të gjithë për festat e fund vitit, duke shpresuar që viti që po vjen do t'jetë akoma më i mirë se ky, që edhe pak dit do ta lëm pas.